Shoqata Iliria vepron në Istrën slovene, pjesë slovene, që I përfshin disa qytete, siç është Kopri, Izola, Portorozhi e deri në Postoj. Ne jemi të organizuar, shoqata jonë është themeluar në vitin 1998, në kohën kur ishte lufta në Kosovë, e pam të arsyeshme të organizohemi dhe të japim edhe ne kontributin tonë për luftën në Kosovë që u bënte. Edhe ashtu edhe bënëm, kemi dhënë kontribut mjaft të madh. Sa është numri shqiptarëve dhe nga cilët troje vjen? Shqiptarët janë pjesa dërmuese janë nga Kosova, po kemi edhe nga Maqedonia, apo Ilirita, siç I them tash, dhe ka edhe nga Shqipëria. Sa është numri? Nga gjitha trojet, po jemi një numër kështu parafarsisht që jetojmë në Bregdet këtu, një 2500 shqiptarë, nuk kemi statistikë të sigurt, edhe ne jemi bukur mirë të organizuar. Vitin e kaluar kemi marrë edhe një shtëpi nga komuna në Kando, në shërbim, kuptohet, po e kemi riparuar ne dhe e kemi investuar dikon gati 50.000 euro dhe kemi shtëpinë e kulturës tonë. Kemi ku të bëjmë, domethënë, veprimtari të ndryshme. Jemi të organizuar në seksionin muzikore, kemi grupin vallëtar, shumë aktiv, kemi recitues, kemi të organizuar edhe klubin futbollistik, domethënë edhe me sport. Se keni përkrahjen e institucioneve slovene? Po, si shoqat? Pasi që, si të them, me punën tonë arrim edhe përkrahjen e tyre. Na kanë përkrahur komuna e Koprit bukur mirë, siç thash ne kanë ndodhur edhe shtëpinë në shërbim dhe vërtet kemi përkrahje mirë, punojmë bukur mirë, kemi pasur këtë aktivitetin që e cekëm pak më herët rreth familjeve fisnike shqiptare që kanë qenë këtu para 300 e më shumë vite dhe e kemi pas një organizim shumë bukur. Kemi nxjerrë edhe broshurën tonë me 36 faqe në 2 gjuhë, slovenisht dhe shqip, dhe me ilustruar me fotografi. Domethënë janë përmbledhur të gjitha informacionet më kryesore që duhet t'i ketë kjo ngjarje kemi bërë. Pos këtij organizimi që kemi bërë simpoziumin, që ka qenë ministri I diasporës prezent, ka qenë ambasadorët e Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe historian kemi pas nga Shqipëria, nga Kosova. Ne jemi të vazhdu me punu rreth zbulimit të familjeve tjera, si vjetë për shtatore kemi prapë një ngjarje të ngjashme, por për familjen Dugaxhini, që kanë themeluar një fshat këtu dhe kanë qenë pronor të një kaloje, të një qyteti të vjetër. A pretendoni që të hapni një shkollë në gjuhën shqipe këtu? Po, e kemi të organizuar dhe vepron shkolla shqipe, domethënë me mësimin plotësues, që bëhet një herë në javë, edhe ato në objektin që thamë që kemi si shtëpi kulturës, kemi një 160 metra katrore, shfrytëzojmë mirë shumë.